Tregu i luleve në Shqipëri vijon të mbetet kryesisht i varur nga importi. Sipas të dhënave të publikuara nga World Integrated Trade Solution, gjatë vitit 2025, vendi ka importuar rreth 3.4 milion euro lule. Furnizuesit kryesor të tregut shqiptar janë Hollanda, Ekuadori dhe Italia, vende të njohura për industrinë e zhvilluar të kultivimit të luleve. Ndërkohë, përveç luleve natyrale, Shqipëria importon edhe lule artificiale dhe dekorative kryesisht nga tregjet aziatike dhe europiane. Konsumi i luleve në vend lidhet kryesisht me festa dhe evente të veçanta si Shën Valentini, 8 Marsi apo Dasmat. Në këto periudha çmimet pësojnë rritje për shkak të kërkesës së lartë dhe kostove të importit. Nga ana tjetër, prodhimi vendas mbetet i kufizuar. Disa fermerë kanë nisur të investojnë në sera dhe kultivim lulesh dekorative, por mungesa e subvencioneve, kostot e larta dhe konkurenca me produktet e importit e bëjnë të vështirë zgjerimin e këtij sektori. Investimi në sera dhe mbështetja financiare për fermerët mund ta kthejë kultivimin e luleve në një alternativë fitimpruese për bujqësinë shqiptare.